Tani shumë shpejt dohet të muloja madhrat, Irdi, kryesor, Forexin, dollarin, kryesoret. Ty mirë të dollari, sepse ka pasur një rënje të madhe. Ku e kemi këtu? Po, këtu. Të shikoni që ne kemi parashikuar ca zona. Kjo ka qenë një zonë që unë parashikoj që të gjendet support. Këtu ka gjetur support pak me thithje. Logjikisht kjo do të rritet. Nuk mund të bie më thellë kaq shpejt, sepse kemi dhe rësejnë shumë të shitur. Duhet të rritet një zonë mesatare që është kjo zona 105. Është për të parë këtë javë në hapjen e tregut që besoj që shumica e tregut do rritet pak, të paktën një periudhë 2-3 ditore ose ndoshta edhe një javë e gjys. Është për të parë gjendje. Kemi as lajme, as earnings, kështu që do jetë kështu. Kemi ndonjë lajm të madh që pritet ta ndryshojë ritmin e tregut, kështu që ndoshta është një javë mirë për të investuar. Po, pak më stabile, mund të themi, më stabile. Më po që Trumpi nxjerr ndonjë lajm të papritur. Okej, duhet të muloj edhe ca tregje tjera që është europiani dhe kinezi, po mulojmë kinezin këtu. Po shikoni shumë qartë grafika që tregu kinez, indeksi Hang Seng i Hong Kongut vazhdon rritjen. Dhe unë kam qenë te Alibaba, kam dalur, kam marrë profitin tim, po korespondon perfekte me chartin e Alibabës. Me chartin e Alibabës, charti i HSI-s që është tregu, shikoj këtu, shikoj, perfekte, një rritje paka shumë identike me rritjen e HSI-s që është indeksi i Hong Kongut, okay? Unë kam dalë te kjo zona këtu që kam marrë 48%, nuk kam rihyrë te Alibaba, kam rihyrë te ca aksionet e tjera kineze, logjikisht me idenë që do përfitoj diçka më shumë aty me rrezik më të ulët. Pastaj francezi vazhdon rritjen, shikoj edhe francezi që korespondon perfekte me dy aksione francezi që kam unë financiare që është Crédit Agricole që kam tani gati 2 muaj që po i maj hapur, që në fillim të janarit që po i maj hapur, dhe BNP Paribas që është një bank investimesh. Kjo lidhet pak edhe me tregun e financave që ka qenë shumë stabile dhe në rritje, nuk është vetëm tregu europian që është kontributi aty, por dhe fakti që janë stoks financiare. Po kjo tani po gjen një farë le të themi rezistence këtu lart, besoj që mund bie pak tregu europian këtë javë, bie që kapitali do qarkullojë nga tregu europian dhe kinez me një rënje te këto tregje alternative, edhe do hyjë te tregu amerikan këtë javë. Kjo është ajo, le të themi, parashikimi i përgjithshëm që un kam, pastaj kuptoj që duhet lyca aksione mrena kësaj logjike, këtij parashikimi që kam të përgjithshëm. Dhe Gjermani, njëjtin gjë, vazhdon rritjen të jashtëzakonshme tregu gjerman, mbas situatave politike që kishte në dhjetor, nëntor, kemi pasur një rritje të jashtëzakonshme këtu dhe vazhdon rritjen. Nafta u ul, dhe tani është një zonë shumë të ulët që duhet të rritet. Kjo do na ofrojë një mundësi të mirë për të hyrë te ca aksione në sektorin e naftës Amerikë, që ndoshta mund të jetë Oxy që të ke përzgjedhur ti Irdi disa herë, por edhe për të luajtur naftën në një bounce këtu për lart. Dhe të shikoni që edhe nafta paka shumë identike me gjithë tregun, që do ketë një farë retracement të një shkrim mesatar të kjo zona që është e natë. Kështu që gjithë tregjet paka shumë janë në njëjtin situatë që ka nevojë për një rritje momentale, afat shkurtër, derisa sa të stabilizohet çmimi. Gazi natyral ka vazhduar këtë rritje të jashtëzakonshme, mendoj, po, vazhdon rritjen. Unë nuk e kam luajtur, nuk kam luajtur ndonjë indeks këtu. Janë në situatë që ndodhen. Floriri, që kem pak Floriri, vazhdon konsolidimin këtu lart, sepse shikoje konsolidim te kjo zona këtu thyrje, trend, këtë trendin unë kam kapur duke luajtur ca aksione miniera Floriri. Tani kemi konsolidim tjetër
me idenë që të konsolidohet këtu në thyrje, unë mund të luaj ndonjë aksion ose ndonjë mund ta luaj florin vet dhe ta luaj deri te 3000, 3200 këtu për një rritje të konsiderueshme. Paka shumë kaq ishte Iri, ti ke ndonjë aset tjetër që do të mulosh apo ta mbyllim me kaq për sot? Paka shumë po, presim një tjetër, siç e tham, kjo ishte një javë shumë volatile. Shpresoj për më shumë stabilitet. Sepse volatiliteti është armiku ynë, domethënë. Nëse nuk luan options. Kështu që po. Presim një javë më të qetë për të parë se si formohet rregull. Po. Paka shumë tojnë për këtë javë. Okej. Atëherë shumë faleminderit